Rrugëtimi drejt amësisë shpesh fillon me ndryshime të vogla, ndoshta një periudhë e humbur, lojë e pazakont ose gjinjë të ndjeshëm. Nëse po pjesni veten, nëse mund të jeni shtatzën, këto shenja të hershme janë mënyra e trupit tuaj për të treguar diçka të re. Të përzierat e mëngjesit, ndryshimet e humorit dhe vizitat e shpeshta në tualet janë gjithashtu simptoma të zakonshme të hershme. Përvoja e çdo gruaje është unike. Disa vënë re shumë shenja, të tjera vetëm disa. Hapi tjetër. Bëni një test shtatzënie në shtëpi për një përgjigje të shpejtë dhe private. Për rezultate më të mira, bëni testin gjën e parë në mëngjes dhe ndiqni udhëzimet me kujdes. Nëse është pozitiv, urime. Nëse është negativ, por ju ende dyshoni për shtatzëni, bëni testin përsëri pas disa ditësh ose konsultohuni me mjekun tuaj. Besojini instinkteve tuaja dhe ndërmerrni hapin tjetër për të konfirmuar. Pavarësisht se ku jeni në këtë udhëtim, nuk jeni vetëm. Le të shohim se çfarë vjen më pas së bashku. Me hari. Me një test pozitiv, caktoni takimin tuaj të parë prenatal. Është themeli për një shtatzëni të shëndetshme. Mjeku juaj do të konfirmojë shtatzënin tuaj, do të vlerësojë datën e lindjes dhe do të shqyrtojë historinë tuaj shëndetësore. Prisni analiza gjaku dhe urine, një ekzaminim fizik dhe ndoshta ekon tuaj të parë. Të shohësh atë rrahje zemre të vogël është e paharrueshme. Ushqyerja ka rëndësi tani më shumë se kurrë. Përqendrohuni te frutat, perimet, proteinat pa yndyrë, drithërat integrale dhe ushqimet e pasura me kalcium. Merrni një vitaminë prenatale me acid folik dhe hekur, siç rekomandohet nga mjeku juaj. Shmangni mishin e pagatuar ose të gatuar pak, produktet e kumështit të papasterizuar dhe peshkun me përmbajtje të lartë merkuri. Qëndroni larg alkoolit, duhanit dhe drogave rekreative. Ato mund të dëmtojnë fëmijën tuaj. Marrja e zgjedhjeve të shëndetshme tani mbështet zhvillimin e fëmijës tuaj që në fillim. Bëni pyetje dhe ndërtoni një partneritet me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor. Po ndërmerrni hapa të rëndësishëm si për ju, ashtu edhe për fëmijën tuaj. Shtatzënia është një kohë ndryshimesh të pabesueshme si për ju, ashtu edhe për fëmijën tuaj. Në tremujorin e parë, fëmia juaj zhvillohet nga një qelizë e vetme në një qenie të vogël me një zemër që rreh dhe organe që formohen. Në tremujorin e dytë, ka të ngjarë të ndiheni më energjike dhe të filloni të vini re lëvizjet e fëmijës tuaj. Fëmia juaj rritet me shpejtësi, duke zhvilluar dëgjimin, shenjat unike të gjishtave dhe më shumë. Tremujori i tretë ka të bëjë me rritjen dhe përgatitjen për lindje. Fëmia juaj shton peshë dhe praktikon aftësi jetësore. Do të ndjeni goditje dhe lëvizje më të forta ndërsa afrohet data e lindjes. Çdo shtatzëni është unike, prandaj mos e krahasoni udhëtimin tuaj me të tjerët. Mjeku juaj do të monitorojë rritjen e fëmijës tuaj në çdo vizitë. Vlerësoni lidhjen, flisni, luani muzikë dhe shijoni këto momente. Kjo është historia juaj unike që shpalloset muaj pas muaji. Ndërsa afrohet data e lindjes, përqendrohuni si në mirëqenien tuaj mendore, ashtu edhe fizike. Është normale të ndjeni një përzierje entuziazmi dhe ankthi. Flisni me të dashurit dhe kërkoni mbështetje nëse është e nevojshme. Përgatituni për lindjen duke paketuar çantën tuaj të spitalit deri në javën 36. Përfshini gjërat thelbësore për ju, fëmijën tuaj dhe partnerin tuaj. Dëgjoni trupin tuaj dhe besojini instinkteve tuaja. Çdo shtatzëni është e ndryshme. Merrni kohë për t'u lidhur me fëmijën tuaj para lindjes. Vlerësoni këto momente të qeta. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë, qoftë mbështetje praktike apo këshilla profesionale. Jini të sjellshme me veten dhe përqafoni ndryshimet që vijnë. Jeni gati të nisni një nga aventurat më të mëdha të jetës. Besoni në aftësinë tuaj për të qenë një nënë të mrekullueshme. Të sjellësh një jetë të re në botë është vërtet e pabesueshme.